Mirë mbrëma, unë jam Senad Nikëshiqi. Në një kohë kur besimi shpesh lëkundet dhe në një vend ku duket se ka të sëmur po aq sa të shëruar, përgjigjet mund të jenë gjithnjë më të vështira për t'u gjetur. Por ka ende zëra që nuk zgjedhin të heshtin. Ka njerëz që përballen çdo ditë me realitetin, me një realitet të vështirë, delikat dhe vendimtar, një realitet ku në diskutim është jeta e njeriut dhe ku gabimet nuk lejohen. Në atë dhomë të madhe ku do të futemi, ka përgjegjësi, përkushtim, por edhe mosbesim, dyshime, aludime e sfida. Si do të qofshin, janë vërteta që duhen treguar, edhe kur nuk janë të lehta për t'u thënë e as për t'u dëgjuar. Sonte përballë këtyre të vërtetave vjen një zë që i njeh nga afër, një rrëfim që shkon përtej profesionit të mjekut dhe prek thelbin e asaj që do të thotë të jesh në shërbim të njerëzit. Do të përkushtohem për të mos shkaktuar kurrë dëm dhe për të ruajtur sekretin e atyre që më besojnë jetën e tyre, thot Hipokrati, në mënyrë të përmbledhur në betimin që bëjnë mjekët. A shkelet apo jo? A respektohet apo jo ky betim? Thuaj se i shenjtë do ta mësojmë sonte. Me mua në studio është mjeku kirurg Ardian Dajti. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që jeni sot me mua këtu. Përshëndetje dhe faleminderit edhe ju për ftesën dhe që më jepni mundësinë me diskutu sonte bashkë. Si jeni fillimisht? Si po shkon puna? Si? Po, mirë, është në të mirë, punë të ecin si normalisht, ditë të zakonshme, kryet detyrë si gjithmonë. Besoj vazhdoni në urgjencë si shefi i urgjencës përveç pjesës së kirurgut apo jo? Aktualisht po, kam edhe detyrë shoqërore të këtyre në shefit të urgjencës, edhe njëkohësisht edhe si kirurg në repartin e kirurgjisë. Si është situata në urgjencë, sepse dëgjojmë shpesh për një fluks të rasteve të virozave të gripit? Momentalisht situata është diçka më stabil, sepse më thënë drejtën 2-3 javë përpara kishim një periudhë ngarkeset, ndoshta virozat, ndoshta edhe vetës tina, ngarkesat pulmonare, alergjike dhe urgjenca ka përballuar një ngarkesë madhe, mund të ketë shku deri në 200 vizita në ditë, që nuk ishte karakteristik për këtë kohë më përpara. Këta kanë qenë karakteristikat e zakonisht e stinës verës, kur është turizmi, e plazhi, lëvizjet më të mëdha, por prap situata është drejt stabilizimit. Keni patur ndonjë rast të rënd, them, shqetësues disa kohë më para, një 16 vjeçe, humbi jetën, u tha nga ftohja e muskulit të zemrës, them, duhet të jenë panik të friksuar njerëzit apo? Në mjekësi duhet të kemi gjithmonë parasysh që jo gjithçka zgjidhet me një herë ose diagnostikohet me një herë dhe ky grup ose ky rast fatkeq futet te vdekjet e mëhershme ose vdekjet subite, të cilat mund të përfundojnë edhe keq edhe në kohë pa vendosur diagnozën ose pa marrë vesh shkakun. Megjithatë, ky rast janë marrë kampionet janë çuar në mjekësinë ligjore për diagnostikuar dhe për të nxjerrë konkluzione e cilës ishte shkaku i vdekjes. Paktën për këtë rast që më pyet. Ka vend për panik? Jo, s'ka arsye pse më bëa panik. Gjatë këtyre periudhave të shin mjekësit punosh edhe të mos ketë raste vdekjet është e pamujtur. Kjo është rasti një 16 vjeçare që të vjen keq për hir të vërtet, por mosha 3 ose mosha 10. Po nga viroza, vdekje nga viroza e gripit duket sikur të trem pak. Nuk mendoj që është nga viroza. Nuk mendoj që është nga viroza. Dakor. Për të rikthyer pak tek natyra e bisedës son, le ta nisim nga fillimi. Si lindi dëshira juaj për të bërë mjek? Unë po tham një herë që të mos e përmendni mua gjatë bisedës, unë kam marrë gjimnazin me medalje të artë. Dhe në atë kohë kishe mundësi të zgjidhje çfarë drejtë preferoja. Me qenë i sinqert, unë nuk e kam pas zgjedhje të parë mjekësinë. Me që edhe në gjimnaz matematika, fizika dhe shkencat eksakte më pëlqenin, gjithmonë kam pas qejf që të studioje për elektronik. Megjithatë, në atë kohë dega elektronikës hape një vit po, një vit jo dhe me kurse mjaft reduktume. Kështu që vitin kur unë kisha me fillu shkollë, sepse mas gjimnazit humba dhe një vit stash, dega elektronikës nuk u hap fare. Kështu që zgjedhja e dytë ishte mjekësia. Në këtë rast kanë niku mjaft atë familja rreth e shoqënore, sepse të gjithë kërkonin me pas një mjek, mund se ishte mjek të mirë në rastet tyne, ndërsa në rast shoqënisë në familje. Pra nuk është se ishte një dëshirë, po themi e hershme ose e ushqyer, ishte momentale vetëm për faktin që nuk u hap elektronika. Jo,
kjo që e rastësia. Nuk u hap elektronika dhe unë kam zgjedhë mjekësinë. Cila është dita e parë e punës? E mbani mend ku gjendet? Dita e parë e punës, tamam e punës ka fillu si mjek i përgjithshëm në Puk, por jam emnu në Puk masi kam marru fakultetin. Gjatë kësaj kohe kam marrë specializimin, me që ishin edhe nevojat për rrethën e Shkodrës mëdha, kurse Puka kishte 3-4 kirurg atje, edhe masi kam marru të autonomën specializimin, kam fillu në Shkodrë. Këtë datë e mëjmë, ka kanë 2 shtatori 1990. Si ishte Puka në atë kohë, spitali, sepse edhe sot edhe ka shumë probleme, nuk e di në atë kohë. Spitali ishte një spital i vogël, ku kishte disa specialitete, kumulote kirurgjia, mirë, kishin reanimator, kishte autojatër, kishte okulist, kishte kardiolog, neurolog, pra shërbimet kryesore në Puk jepeshin. Megjithatë, unë masi marrova dhe specializimin edhe me kolegët e mi, kirurg të më të vjetër që gjeta atë, u mundum që të bëjmë diçka të re, diçka që nuk ishte bën të paktën në atë kohë, dhe operum prostata, operum më tepër hernia, ato urgjencat që ishin për nivelin e një spitali të tillë të vogël lokal. Por nuk kam ndaj gjatë në Puk mas specializimit, për 5-6 muaj më jam transferuar në Shkodër. Si ishte të punoje në spital në atë kohë, në një Shqipëri e cila sapo po ndryshonte ose sapo filloi ndryshimi, lvizjet e para? Si ju po thoni në shtatorin e 90-s, apo jo, keni nisur punë në Shkodër? Me 2 shtatorët 90 në Shkodër. Në Shkodër. Si ishte? 13 dhjetor ka fillu lvizja studentore në Shkodër, ajo rastet e famshme të djegjes e këta, dhe më nëna filloi edhe ndryshoi, ju kriju për të, ja ban skedhet e para, më në të dytët edhe filloi ndryshoi edhe shnetësia, dhe mënyra organizimit të shnetësisë. Me të thënë drejtën, kena kalu periudha të vështira, sepse ishte nga kalimi në një sistem që ishte gjithçka e centralizuar, ishte përkushtimi i madh, ishte përgjegjësi e madhe, nuk jam atë ku në atë kohë tote s'ka. Por ndërkohë gjanat që ishin me pakicë ose ishin shumë vobekta. Të thëmë që nuk njihej ekoja, nuk njihej skaneri, jo se ka ma vonë, nuk njihej endoskopia, po kishte disa gjëra tjera, për shembull kishte një farmaci spitali që përgatiste vetë solucione, përgatiste antibiotik, përgatiste elektrolitet, flas gjithmonë për kirurgjinë, materialet qepse kanë të kohë shumë vjetër, kanë seta të mnafshit, ato unë kam pa dhe teknikisht, kur u përgatitin një kapo 900 metër ose 150 metër të gjata dhe thuraja, seta mnafshit, me punu gjatë që vendet tjera kishin kohë që kishin hek nga përdorimin. Keni kapur në dorë këto të lvizjeve, po themi të para, të cilat ndoshta mund t'i godiste policia e kohës, sepse sistemi nuk ishte ndryshuar, ende mbani me ndonjë rast për këtyre të lvizjeve të cilat kanë ardhur, them që mund t'jenë edhe figura sot ose në ato vite që mund të qenë protagonist. Kë kujtoni dikë? Rastet e tilla ka plot. Për shembull, unë nuk harroj në ditën e nesër me 13 dhjetorit, edhe me morën në shtëpi me pa një që thotë ishte plagosë, dhe po shkoshe nuk arrishe me pa më se cilën rrugë po kaloshe, veçanishe kur ishin derdh ushqimeve të në rrugë, në hymje të Sarreqet, për me dalë dikun që jam orientu, kam shku te stacioni i trenit. Ai pretendote që ishte plagos, po në fakt e tham me dalë me bëj grafi, se kishte frikë nga policia, kishte kënë ato lvizjet që kishte vënë. Dhe bëmi grafi se ishte plagos, po duket ishte rrezull, ishte dëmtuar në biçikletë. Ose në plumat e parë që fillunin me met në trup ose plumat qërë, për shembull Kiras kam shku, kam ba me anestezi lokale, kam hek një plumë në qafë. Ato kanë eksponent më vonë edhe të forcave politike, po kishin frikë me marrë shërbimin, ishte e frikshme me marrë shërbimin në spital, edhe kena shërby edhe në shtëpia, plot. Pse nuk vinin në spital? Po në atë kohë veprimet u qushin të kundërligjshme dhe mundshin të hapeshin hetime, ndoshta dhe mund të arrestoheshin, kështu që nuk ishte një besim në atë kohë. Po më pas ditët e para të kësaj marrëzisë, le ta themi ndryshimit të sistemit.
të marrëzisë në kuptimin e reagimit të njerëzve përballë atij sistemi gjakatar që ishte më përpara në këtë kuptim. Të na raste sporadike ose grupime ka pas plotë, se përveç 10 orit nuk përmend kush ka kënë edhe 5 janari që u përhap një fjalë sikur po ikin nga oblika dhe u turrin mas kur zbuns njerëzit. Aty për shembull më mend një grup që ka marrë plumin në gojë dhe që ala dhe sot jeton edhe më mend që kena trajtuar në erdhin rastet e prillit që ishin katastrofë, ishin një ngjarje shumë e bujshme, shumë e rëndë, me shumë plagosur, me viktima. Dhe ne sikur u mësume ose u përgatitme tash për ngjarje të tilla, pavarësisht jo me këta përmasa. Në erdhin 97 ka problemet e veta. Do të kalojmë një herë pas tek 97. 2 prillin, besoj keni qenë aty apo jo? Patjetër. Si e kujtoni? Unë kujtoj që krisën armë të para, edhe u hap fjalë që të komiteti i partisë ka armë. Nërkohë, ne organizumë dhe po priqim gjithë, u dashim me dyshe, sepse zakonisht kishim operator të parë, asistentin ose anasjeltas. Edhe një djalë i ri që kishte një plumë suprapubike, thonë në poshtë të barkut, edhe po rrithte shumë gjak dhe na morë me një tampon për me nalu, me ba komprimim dhe me nalu gjakun. Por ai çdoi shumë shpejt, sepse ishte hemorragji e madhe dhe... Cili ishte i pari prej 4 vrarëve? Tërhoqëm kufomën dhe nuk e dishim edhe ulim poshtë aty te salla dhe ndërkohë vjen Xhamal Uruçi edhe kërkoi me hyrë në sallë. Ne nuk e lejoshëm sallë me hyrë, edhe ai po ngulte kam që jam thotë sekretari, më duket sekretari ka një PD-s. I Partisë Demokratike, po një eksponent. Po. Edhe mulshin kamës me në salë, deri një kohë që erdhi doktor Spahia. Doktor Spahia më në ishte koleg tjetër edhe thonë, kështu është një djalë i ri, ka kalon me djalë, kishte një natë në dorë. Kur dalën ta me bojnë identifikimin edhe ishte Broci. Arben Broci. Pra nuk rezistoi fare, vetëm pak minuta. Ishte e pamundur. Krejt pak. Sa plumba kishte Broci? Një një plak të madhe suprapubike, që më fute i garzët abdominale, thëmë na, edhe gati grushti aty për me tamponu, për me nalu gjakun, pra, ishte anë për tej. Pra, ka qenë një përredh, po themi, e madhe, e forte. Një plagë e madhe. Një plagë e madhe. Pas ti? Mëndajna ka ardhë një rast tjetër. Foli Broci diçka, apo ishte e pamundur, pra nuk ishte në gjendje fare? Mëndaj ka ardhë një rast tjetër, kryziu, që kanë hyrë kolekt në sallën e dytë. Nërkohë, më vinë në marrë një djalë 14 vjeçar, djalë nga Dobraçi, që ose s'gabo me më emrin Lisi, që kënë operuna, dhe vishin rastet shtire, të drume për shpërvizu në atë kohë ka kena vetëm salla kirurgjisë, po ka kena dhe salla e urgjencës mrapa, dikur salla ortopedisë, edhe atje është trajtu me hemorragji me plak në setull, që me sa di unë çlirim pajri. Po, është një prej plagosërve të mbijetuarve. Është mjetum që ka një, sa di unë ka me si sekuel, një farë kufizimit të lëvizjet me deficit preksit barkel, se ishte i preku në nervi. Është trajtu poshtë. Ma në rastet tjera mjekime që kanë një këto ka pasë, po këto kanë sallat ose aktiviteti adiqër. Ma në është bëha një konsult për kryzim, dhe është transferu në Tiranë, ku dhe atë janë rëjetë. Mendoni se ja keni dalë në ditë të tmerrshme? Mendoj që ja kemi dalë dhe ja kemi dalë mirë, sepse aty kanë të panumër, të ka dhe diçka. Në kohën, kur mendoshin që ishte një ngjarje që mund të neshin në policinë kanë ardhur, kanë marrë mjekime dhe nuk nepshin adresat, nuk epshin emrat e saktë, ose vetë njerëzit që paraqiteshin. Vile mrapa kena pas probleme sociale, sepse ata mund të kishin qenë plagosin, kishin marrë shërbime dhe vishin me marrë vërtetime, po nuk figuroshin, ose nuk kishin dhënë emrat e saktë. Pra pas ngjarjes, po thonë. Pas ngjarjes gjithmonë. Kishte presion nga politika e kohës që ishte në agoni e sipër, flas
Me të thënë drejtën nuk është se kena në presion. Presioni jonë ishte që me siguru furnizime, me pas ilaçe, me pas garzët, materialet kirurgjikale edhe me I kishit këto materiale? Përgjithsisht kena pas. Ato që kishim, po I kishim. Mund ishte shpëtuar ndonjëri prej tyre apo ishte e pamundur për të bërë diçka më shumë? Për jashtë rastin që ty referohet, ato janë disa raste tjera, rastet që referohet që erdhën gjendje shumë të rëndë, dy tjerë që nërhynën janë shpëtuar, ata jetojnë të dy. Ose tjerët me plagë që nuk kanë pas nevojë për ndërhyrje, jetojnë. Kishte ngjarje tjera në ato fillim vite 90 që mund të risjellësh në vëmendje? Por rastet kanë raste kështu më në raste sporadike, raste me armë, raste se fillun të përdorin armët, edhe fillun gjujtjet në qilë, me festu me armë, me plagosje, kështu, si me thënë, trasishme, ose po nga pa kujdesia, po kështu masive jo, deri në 97 në fundshme. Kishit frikë apo ishte pasioni që ju mbante? Me të thënë drejtën frikë asnjëherë. Frikë asnjëherë, sepse njerëzit pavarësisht se kanë të irrituar dhe kanë pas humje, janë prek familjarisht, por gjithmonë të kishin besimin dhe kishin respektin tek ne. Edhe gjithmonë ideja ishte që të mos kishte keq kuptime, se do të thonë, nëse ishte një rast që observohej, nëse ishte një rast që do të pritej, që do të ekzaminohej, sepse themi diçka, shumë kusht mendon popull që u hoq plumin dhe pshtaj. Edhe don aty për aty me heq plumin. Ndoshta kena njerëz që jetojnë në lëm plumin trump. Edhe nuk nin asnjë gjë, ose nuk kanë asnjë farë problemi. Pra ky ishte presioni. Për i pa dijes edhe kërkoshin me dhënë nimet sa më shpejt, ndoshta edhe diçka që nuk I takose I procedurë, që nuk ishte koha për ta bërë. Por frikë që të na kërcënoshin, ja. Si e përjetuat 97-ën për të kaluar disa vite me pas fillim viteve 90, pas 90-91. 97 ishte piku I këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur në Shqipëri në këtë periudhë 30 dhe sa vjeçare. Vetëm natën e marsit, nëse zgabohem 13 marsi, nga ora 7:20 deri në 3-4 të mëngjesit, kena shtru 87 vet me kartel. 87 vet me kartel. Tjerë që kanë ardhur ose në hap kartel ose kanë marrë mjekime dhe kanë ikë, kanë edhe më tepër. Deri nga ora 3:30-4 mesit që u fashit me fjalë, u qetësu pak situata. Sa raste fatale kishte natë? E mbani mend? Unë e mbaj mend një rast fatkeq, ka një ushtarak me dijenit e me nga Elbasani, po edhe ai erdhi I vdekur, nëse zgabohem nga Korpus, dikun këtej nga Kijevi. Po, është një prej ngjarjeve të bujshme. Po. Edhe raste tjera mundej me plagë nga më të ndryshme ka pas. Them nga këto 87 vet atë natë, sa arritën mbi jetojnë apo pjesa më e madhe? Pjesa më e madhe tyne, shumë prej tyne. Si numër, e di se sa humbje jete kishte atë natë? Nuk e kujtoj. Nuk e kujton me saksi, por s'besoj se do të kenë qenë një numër I madh. Ja. Kështu që 97 është ngjarje që duhet të delnonër kur e kujton se çfarë periudhë dhe çfarë ngarkesë ishte. Kishte momente kena mbledh të gjithë kirurgët dhe gjithë ishin edhe mjekëtar, jo vetëm të kirurgjisë edhe të ortopedisë edhe këtë. Një herë mrapa ne vendosim I bë një gëzim me kolegë nga Butterworth në Amerikë dhe kur diskutoshim për situatat e vështira. Unë ishe 2-3 muaj atje dhe kallëzoshin një tjetrit që shive se ky ka kanë Shkodër dhe ka pas kaq vetë brenda një nate të raste me armë zjarrit. Thoshte si e kishim menaxhu ju, se çka kishim bëu ju. Po na kishim sot si më thon gjithë personelin e kishim thirrë gjithë personelin e spitalit dhe kishim vënë nga dishpëri. Po na e thirrëm tham gjithë personelin e spitalit erdhi po ne I kaqishim.
Ne ishim pak kirurg, ishim 5-6 kirurg, nuk ishim më tepër. Mandej na ishin dhe 2 ortopedë, mandej erdhin në okulistat, edhe specialitetet tjera, ginekolog ose të gjithë vunë shërbim të kësaj situate. Ka patur momente kur spitali ishte jashtë kontrollit për shkak këtyre trazirave, pra kur keni parë veten edhe mundem me thënë që ka pas momente që ulkun, si me thënë biseda, ose mendon që edhe mund të çdoshim, sepse në të kohën kam qenë edhe shefi i kirurgjisë. Kam qenë edhe shefi i kirurgjisë. Edhe ishte një kohë me konsum të madh të materialeve dhe të ilaçeve, por nuk po përgjigje administrata ose me furnizimet edhe sidomos 4-5 ditë e para kanë qenë shumë të vështira për ne. Në atë vit besoj, nëse nuk gabohem, ndoshta edhe pak më vonë, nuk e di, mund saksoni, ndodhi edhe vrasja e doktor Zamir Shazit apo jo? Po. Kjo është një histori tjetër, histori e dhimbshme që ne na vjen keq për atë çfarë ndodhi. Është në 97-ën apo jo? 97-ën. Si ndodhi? Keni qenë aty? Unë kam qenë aty, kam qenë mjekërore. Si është historia? Se ne e dim që është vrarë Zamir Shazi nga një familjar, një pacienti, por kaq nuk është se... Unë nuk e di historinë nga jashtë, unë di atë që kam përjetu vetë, sepse isha mjekërohet edhe nuk ishte shumë kohë që ishte largu në ata dregen e mirë, ishte nisë me baj vizit një shtëpi, një familjarit të dëmtum, edhe nër këta bele, nër këto ngjarje të hapjes depove, dikun nga Baqa Qake. Nërkohë vjen makinat, vishin makina me urgjenca, me buria dhe vishin plot edhe dalim me prit, kur të është doktori, që doktori të shiku. Jo vetë të është doktori. Edhe në të kohë ishte kërkohet e njëm, sepse duket nuk komandohet e kamët, dhe thotë me lëviz një kamët ose me qoni kamët, pak ne. Derisa u bën ekzamenimet edhe duket ajo një prej plumave kishte prekje dhe palcën dhe kishte transekcion të palcës edhe me njëherë mos e diagnostikum këtë në kushtet tona në Shkodër nuk ishim qatë të i afroshim më atepër dhe është organizuar një herë me transporti me helikopter, mandej na u transportua dhe jashtë shtetit. Ku ndodhi vrasja e tij? Në brenda në spital? Ja, në jashtë spitalit. Një lagje tashmë zoga bofsha të Baqa Qake. E ke idenë me çfarë lidhet kjo vrasje? Lidhet me unë nuk ndonjë mungesë shërbimi nuk di që të ketë në një lidhje. Duket këtë pas në ngacmim më përpara me ndonjë histori me trajtimin të çmurëve, por ai erdhi nuk foli dhe mori me vete dhe ne nuk e kuptuam arsyenë e vërtet pse ndodhi kjo punë. Një gjë që kurse si nuk e duhet të ndodhte, sepse për hir të vërtet Zamiri ishte një ndër kolekt më të mirë, më të papritueshëm, më të dashur, më të qeshëm që kena pas në atje. Unë Zamirin kam pas mjaft raporte të mira sepse, si më thanë, unë ishe më i riu në atë kohë. Edhe nër këto që rishim më shumë, rishim me doktor Shlilken, me Zamirin, Fatmirin, ka kënë doktor Sabri Caka që ishte kirurg në spitalin në Shtarak, pra këta ishim në moshë më atre. Mandena ishin mjek të vjetër që ishin korifejt e kirurgjisë për atë kohë, më të mirë është Jalis Pakija, Fred Hoti, radhë. Bisedën e fundit me doktor Zamirin, përveç asaj pjesës që ju ka thënë po shkoj për një vizitë tek një pacient. Jo, rasti ishte racionist e ambulator dhe nuk ishte rasti i trajtimit të asaj dite. Në qovë se nuk e gaboj, ka qenë një djalëri dëmtuar me plumë në kam, që kishte edhe dëmtime të vazave të kamës, edhe i shkote edhe njekti e trajtote në shtëpi. Kurse bisedat ishin bisedat e përditshme të punës, sepse në ato ditë të vështira, për shembull, në të vetme që lviste me makinë ishte Zamiri. Makina ti ishte në pëgjer edhe shërbete çfarë do lloj kohet, po kufizim ditën e natën. Ke parasysh natën atë kohë kishte postobllogje, kishte rrugë të bllokuara, kontrolle, njerëz të armatosën edhe ai kishte lviz plot. Çfarë ndikimi la kjo ngjarje tek ju? Me thënë drejtën që ishte një traumë e madhe.
Kjo ishte një traumë e madhe për shumë mjek. Megjithatë, ne nuk është se u tërhoqme ose lamë punën. Nikoj, për shembull, dy shokët e tij më të ngushtë ato u transferuan. Edhe ortopedi edhe reanimatori mas një farë kohët që kishin marru bashkë, kishin lidhje më të ngushta shoqënore, ata me sa kuptoj nuk e përballuan atë presion edhe u larguan. Ndërkohë ikën nga frika? Ja, nga frika. Apo nga dëshirë me ndrru, me fjalë kishin vështirë më në atë diçka shpirtërore, po them. Diçka shpirtërore, më tepër emocionale lidhur me njëna tjetrën. Ndërkohë ne kena vazhduar edhe me kolegun tjerë, një vjet mrapa ka ardhur Dënemeri këtu. Kishin mjek tjerë, Agron Dëgjanin, Fatlumar Raskan, erdhi Pierin Lazari për një periudhë të shkurtë dhe kena vazhdu punën prapë. Po ideja ishte se ne moshim një tjetër me i përdor të shprehje Fatmir Ibrahimi me gjithë Adriatikun, thanë na rrim thotë si një pencë, na pomojmë një rrim fort afër një tjetrit edhe po marrim një tjetër, po me ikë edhe ose po me braktisë, na çfarë do bëjmë. Edhe në fakt me një tjetrin edhe kjo na animoi ose na jepte moral edhe vazhdoshim. Jeni kërcënuar ndonjëherë në mënyrë direkte, doktor? Në një rast të rënd, me armë, me nuk e di. Po, jam kërcënu. Me armë? Edhe në bord spitalit, po. Por ju kanë drejtuar armën? Po, armën. Po pse? Si ndodhi? Ishte një rast i plagosur në krah. Pa dashje, kishte plagos nipi axhën e vet. Në kohën që ai ku menote se kishte myt ose vjen të sigurt se ta bëna unë dhe aty për aty mush armën edhe të vendi ku ishim të u bëhen ne mjekimin, bën shkrepje. Mirë po ata tymnet e gazit të ishim të punuar aty ata dhe ishte mundësi edhe me na damtu fort. Po ishte e frikshme. Ishte e frikshme, zhurma, krisma, djegja, tymi i armës. Andaj na e kuptoj çfarë bëni edhe nuk është se kishte direkt me mua se po. Ende sot shpeshherë familjarët e pacientëve apo edhe në raste fatkeqe, fatale, bëjnë kërcënime, ka patur goditje mjekësh, dyer, dritare, shpesh të thyera. Pse mendoni se reagojnë ende dhunshëm? Shpeshherë, përballë shëndetësisë, stafit mjekësor, spitalit. Arsyet janë nga më të ndryshmet. Por unë do të mundohem me mbledh, me përmbledh ata. Pra është një pritshmëri e madhe e njerëzve që vinë në spital me kushtet ose me gatishmërinë që gjejnë. Për shembull, ne nganjëherë përplasana me njerëzit edhe pse nuk i lën roja me hyrë. A kupton? Ose përplasna me njerëzit edhe nëse ti don me marr kohën tonë me bë ekzamenimet ose me bë gjykimin ose me bë konsultën. Ka raste që janë edhe fatale ose që ecin ose që kanë komplikacione, se domethënë s'është thonë që edhe të gjithë përfundojnë me fatalitete, me raste me vdekje. Pra nuk arrin me kuptu që në momentin që paraqitesh në spital, ja ke dorëzuar mjekut, ti mundesh me bë një asistencë aty, nep informacionin çka ka, kush është dëshmitari një ngjarje, ose është aksident ose një plagosje, kush është dëshmitar ose kush është familjar që ka përjetuar rrethanat kur ka ndodhur smundje, pra ne marrim informacion. Nëse shef për një herë që mlidhen shumë vetë familjarë për traumat, bile ka një herë këta nikojnë edhe për keq, se nëse ndodh një traumë në rrugë, ti duhet të lapesh një nim të kualifikuar. Mirë, kanë mosbesim, ju e dini doktor, besoj. Perceptimi. Derisa ka mosbesim, domethënë diçka kena lënë mangut, nëse kena kriju këtë besimin e plot të shnetësisë. Pra e pranoni edhe këtë. Patjetër që diçka kanë. Unë po të them, një ditë ndodh me të dalë në punë, edhe gjen një trup njeriu të rrëzum me kask, me motor që kishte bërë aksident me makinë. Edhe unë ishe shefi urgjencës, mërë telefon koordinatorin direkt
që më thanë njës një makinë, nërkohë njofto edhe 127-ën. Për shembull, shumë kush faktin që duhet me njoftu 127-ën, sot nuk e pranon. Nuk e pranon, pret me ardhe me makinë private, ose do me gjetë mënyra shësnore ndërhymje për me pru. Nërkohë, më rrinë ambulanca. Pa më rrinë ambulanca, nërkohë që unë fliqë në telefon, vjen një person e kapet qënë dëmtumin. E thëtë, qa banë ma, jeni kriminal, e thëtë, që e leni kështu si janë për kush dorën. Pra unë ishe mjek 30 sa vjetë aty, po pritë që sepse ishte traumë kokët, edhe qafe dhe mund bësh e dëm, pra po pritë që me ardhimin e kualifikume. Pra me ligj nuk lejohet ta prekësh. Si rregull jo. Si rregull jo. Çfarë? Qitë një, qofse mundë me tha një rast. Ne ishim në Amerikë, edhe me thanë drejtën kena pas binjakëzime me Amerikanët, me Gjerman, me Italian, edhe Amerikanët ishin shumë praktik, doshin me na mësu. Bashkë një CPR, ishte cardiopulmonary resuscitation, edhe në fund na banën, atë nuk ishte për ne, që ishim mjek, ajo dhe u dote me ditë të gjithë ato persona, me pas një kulturë mjekësore, me dhanë nimin e para, aty ku ka grupime, për shembull polici, rrugës, arsimtari, në shkollë, dikun një gjykat ose me radhë. Edhe bëne një pyetësor, gjoja me na dhanë atat, me na vlerësu dhe me na dhanë atë distinktivin, ose pyetja fundit ishte, pse mësoni CPR-in? Pse mësoni CPR-in? Edhe thot, e donë për përfitime, e donë për me kanë rregull me ligjë të shtetit, donë për lavdi personale, po për një diçka tjetër. Edhe ne gjithë e shkruam aty për humanizëm, pra për vërtet përgjigja ishte e gabuar. Edhe i thëmë, cila është përgjigja e saktë? E mësojmë me kanë rregull me ligjë të shtetit. Atëherë kishim një koleg tonin dori tolli, thëtë një gjë, ne shohim në filma, thëtë që shohin rrugë dhe nuk afrohet kërkush derisa vjen nima kualifikuar. Pyetja është, ne duhet ja japim nimin nëse shohim një taksidentum rrugë apo jo. Edhe përgjigja ishte kjo. Ti e ke një certifikat CPR, të CPR-it. Nëse ti e jep nimin e kualifikuar, ti duhet ja japësh. Nëse nuk i zotë, nuk din me dhënë, më mirë mos e jap hiç, se po mund të kap ligji. Ka patur raste kur jeni ndjerë të pafuqishëm për shkak mungesës kushteve spitalore, ilaçeve, medikamenteve e tjerë? Raste ka pas, sepse këtu mjafton me ditë dhe me menaxhu ata mungesë ose me ditë cila është më e rëndësishme. Kjo ka ndodhur sidomos në vitet 92 që në rroj pra sistemi nga i centralizuar filloi diçka i farë liberalizimit edhe këto në të kohën e qofse mundte një garzë ne thoshim nuk ka garzë, nuk ka doreza, dhe unë nërprit të puna, mirë po kjo punë nuk vazhdoi gjatë. Sepse njerëzit kishin nevoja edhe ne doshim me punu. Edhe ndoshta këtu që edhe në ata fazat që edhe ministrisë ose edhe qeverisë kaloi, sepse fillun njerëzit me nuk ka garzë, apo ndu me operu, atër shkoplej garzën, ose shkoplej ilaçin, ose shkoplej këtë edhe këtu filloi mënden edhe ajo diferenca mosbesimit e abuzimit edhe ndoshta futja edhe lekut nërmjet që e prishit situatën. Me që kanë kaluar disa vite, me që jemi këtu ndoshta edhe mund zbuloni diçka më shumë. Në 2015 ju u shkarkuat ose u larguat nga detyra e shefit urgjencës kur ishit edhe në atë kohë pas një deklarate që ju bët, pikërisht për këtë gjë, që lidhet me mungesë kushtesh edhe ilaçesh. Në fakt, çfarë ndodhi, doktor? Ajo rast me ka meta dhe sot pak enigm, sepse i njëjti drejtues mi bjeni na telefonin dhe ta më kishe një mu, sepse nuk ishte mjek. Unë dojtëm cila është nima jam, me më marrë me drejtu urgjencën. Dakord. Edhe më punova me një atë përkushtimin tem, për cilin kishin besu. Edhe krejt befas më vjen një letër, më bjen drejtoresha burime njerëzore që të t'i e shkarku. Motivacionin, thashe, dakord, më lep një motivacion. Vele ju më keni thanë, motivacionin, sepse nësh po meten ato fjallë ose që përflitet për mjekët, për përmirësimin e punës. Kjo ishte motivacioni. Dakord, ashtu e ka gjyku edhe nuk ka në gjatë. Faktikisht, dilin nuk më lohet me shosh. Aty ku ka mungesa,
edhe me kanë realist asnjëherë buxheti i shtetit për të 30 e sa vjet nuk ka qenë mjaftueshëm me realizu të gjitha kërkesat, të gjitha nevojat që ka popullata rreth Shkodrës. Ndoshta edhe në Shqipëri po preferohem qytetit Shkodrës. Megjithatë, nga vitin vit unë shoh që ka përmirësime. Pikërisht, duhet t'ju pyesja, ka ndryshuar situata apo ka ende probleme? Ka shumë ndryshime. Unë shoh një situatë të dërojmë edhe herë më rukësi. Unë kam kalu 2 momente të vështira, kam qenë pozicioni drejtuese në spitalin e Shkodrës në 97 në kohën të ngjarjeve të 97-s, ku ishe shefi kirurgjisë, dhe tash ishe drejtori i spitalit në periudhën e Covidit. Në periudhën e Covidit. Edhe kjo ishte një situatë tepër e egur, e vështirë për menaxhim. Megjithatë, që nga ajo kohë që unë kam qenë drejtues spitalit, edhe deri tash buxheti ka pas rritje. Furnizimet janë. Por probleme ka sërish. Probleme ka. Të mundohem me sqaru pse ka probleme, po me shifra jo të freskëta. Në kohën kur kujtoj një kolegi jemi që ishte dhe rektori i universitetit në atë kohë, bëne një farë studimit me pas sa ka nevojë për shëndetësinë, me pas buxhet Ministria e Shëndetësisë, nëse ka bosha diçka delte në atë kohë 850 milion euro ose dollar. Një kohë që shteti vetë i kishte buxhet, ose Ministria e Shëndetësisë e kishte te 350-400 milion. Kurse pra i takon gati. Pra jemi 500 milion euro minus. Gati minus. Ndërkohë që sot buxhetet po diskutohen diku te 700 milion, 600-700 milion, edhe pavarësisht se indeksohet inflacioni, janë rritur çmimet, janë rritur kërkesat. Çmimet dhe të gjitha, por pajisjet e tjerë. Shoh që ka, unë vetë gjykoj me synin e jo të mjekut, apo të një ekonomist ose të një menaxheri të shëndetësisë, edhe ka përmirësim. Ka raste kur pacienti humb jetën për shkak të sistemit dhe jo të sëmundjes. Varet si ta gjykosh këtë. Sistemi ka parashiku, sepse ka ndërtu në sistemin spitalor, sistemin e parsorit, edhe pjesën komplementuese që është privati, ose niveli terciar që është qendra universitare. Si rregull, po të funksionojnë mirë të gjitha hallkat, kushdo mundet me marr aksesin mjekësor. E merr plot apo jo, këtu ndryshon puna. Të përgjigjet në kohë apo jo, këtu ndryshon puna. Por të mundohem me të ilustrojmë nëse nuk qesh i qartë me këtë. Në diçka në vitet 95-96 të bëm një studim me mbledh fakte prej kartelave me doktor Rames Hafizin, edhe shifshim që sa raste vinë me makina private, sa i përgjigjet shteti me ambulanca me thirrë urgjencën. Është katastrofike. 90-95% vishin gjithë me makina private. Kurse sot ngritja një urgjencës kombëtare është një arritje e madhe, për unë e vlerësoj, sepse me një thirrje 127 janë 70-75% e rasteve të përgjigjen ose niset flota në kohë brenda 3 deri në 5 minutave. 7 minutë që është i vonë, 13 minutë që janë krejt pak edhe bëhet problem. Vjen më njerë njoftimi, që një këtë rast jeni nis kaq minuta me vonesë. Ju e përmendët kohën e drejtimit spitalit Shkodrës në kohën e Covid-19 pandemisë. Duhet ju pyes cili ka qenë problemi më i madh me të cilin jeni përballur. Flas për sistemin, për spitalin, jo për pandeminë dhe rastet, sa ju dihet, po. Për periudhën e pandemisë? Jo, për spitalin e Shkodrës. Po, cili ishte problemi më i madh që ju jeni përballur? Një herë me sistemin. Ishte jo në raport me pandeminë, pra si spital, cili ishte problemi më i madh që kishte spitali? Çfarë para ne nuk njihshim çfarë është pandemia. Me keni sinqert, edhe në shkollë kur e lexoshim, vishim të vatrat endemike, të vatrat por kur vite të një pandemi ose të një diçka e madhe, thoshim si ka mundësi, sepse me kalu kufit e shteteve. Në atë kohë flasim edhe për shtet totalisht mbyllur, edhe na u dukte si çut
Njoftonit që kishim, edhe eksperiencët që kishim në raport me Covidin ishin të pakta dhe ishin kontradiktore me njëra tjetrën. Megjithatë po vishin val. Për shembull, e filloi Kina, pa me rastet që ndodhen me Italinë, sidomos ato rastet në Bergamo që ishin të para, që kishte nis nga historiku, që anglezët kishin ardhur për ndeshje sportit e me radhë, por ka pas një farë, ato valë ciklike kanë pas një farë periudhet 2 maksimumi 3 javore, që ndodhte në Itali e njëjta situatë vitena. Fillot e bite fluksi atje mes 2-3 javë bitet na. Po vetë spitali, si spitali. Vetë spitali atje Cili ishte problemi që më madh? Ishte kapacitetet për me përballu. Nuk e konceptosh si drejtor spitalit që të më vdiste një smur në dysheme, ose të më vdiste një smur se s'kishte një vend ku më nej. Pjesa tjetër mund të vdiste sepse ishte smurje shumë e rëndë, edhe ka pas humje plot. Pra gjaja parë që bëmë në dyfishum kapacitetin e oksigjenit. Spitali punon me oksigjen të langshëm. Kishim një rezervuar me 5.000 litra dhe pa fillu smunja, pa fillu situata këtu, ne kena pas 10.000 litra kapacitetin. Ne furnizoshim me oksigjen një herë në 10 ditë, një herë në 2 javë, atë ditë nuk ka mjaftu dhe herë në 3 ditë. A ka ndërhyrje politike? Kur je në drejtim të spitalit në postet tilla? Me të thënë që varet si ta menaxhosh. Tani doktor, atë bie telefoni apo jo që bjen telefoni. Do bësh këtë, do bësh atë, urdhra politik. Bjen telefoni, por më shumë paktën personalisht, më tepër janë ndërhyrjet për personat veçanta dhe me zgjidh probleme të veçanta se sa do bësh edhe, sepse jam mundu gjithmonë me fol si profesionist dhe me vepru si profesionist. Ndërhyrje ka, dikush dën për i vend punë, dikush dën për i favor, dikush dën për i raport, sepse në Shqipëri është mësuar me futë me zgjidh punë me mik. Por jeni pendu? Për atë detyrë? Nuk jam pendu as pak. Për mua më ka kushtu, ndoshta unë s'kam marrë si hapton jetën time, më fillu dhe hapat e tensionit, prej stresit edhe prej ngarkesës të madhe. Por është një detyrë që të caktohet edhe jam mundu me kry mirë, mos mirë. Aq sa kam pas mundësi. U larguat vetë apo ju larguan? Ishte një moment që doshin me regeneru. Takimi im ka kënë me thirrën ministri, të falenderojmë për punën që ki bë. Fakt, punë kena bë plot, edhe punë shumë mirë, sidomos stabilitetin financiar të spitalit. Edhe mendojmë sa që të vajmë kolegë, të vajmë një tjetër drejtim, që të janë apim vrezi të ri, me gjithë shef. Uroj sukses edhe kaq. Ju keni dëshmuar për koncesionin e sterilizimit. Ka diçka më shumë aty, janë dhënë më shumë para për atë që është ofruar, pavarësisht përmirësimit që solli, po themi, kjo metodë ose ky program i qeverisë, që dha sterilizimin me koncesion. Pyetjet që unë kam dëshmu aty, por pyetjet që bën atë për mua janë shumë më pak se sa problemi vërtet që është për sterilizimin. Cili është problemi vërtet? Problemi vërtet është që ne nuk kena mujt me menaxhu për 20 e sa vjet, nuk kena mujt me kry vetë këtë detyrë. Autoklavet vjetra, autoklave jo të sigurta, të shpërqendrume në shumë pika. Me dijeni teme bile, ka pas një central që tentu me bë këtë që ka bën sterilizimi për tonë Shqipërinë me bë dhe për Tiranën dikur në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike, por nuk e kanë arrit. Pra e thanën si kirurg, e thamë me ndërgjegje të pastër që prania e koncesionit ose funksioni i koncesionit të sterilizimit është shumë i vlefshëm. Edhe ka me çështjet të sterilizimit, por nuk është vetëm thjesht, aty janë 4 procedura. Aty janë veglat, janë edhe materialet bjankërie që janë. Kur kena pas në materiale një përdorim, kështë letre sterile me artë paketume, më e mend ne me qarqafa që s'kishim as detergjenta, me la e fuqim në klor, e delshin qarqafat bira, shkyj 4, shkyj 8 për me vu si kompresa. Deri kur kjo? Deri sa ka fillu ky sterilizimi, sani servisi.
Mondajna, të gjitha metjet spitalore grumbullohen me koshat veçantë, me qeset veçanta, edhe përpunohen edhe asgjësohen. A ka pas probleme? Për mu ka pas probleme. Unë atje kam dëshmu, sepse ndoshta për mu ka qenë, unë e kam gjetë të fillum, 2 vjet e gjys kishte eksperiencë që kishte fillu, edhe për shembull Vlona dhe Durrëzi i kishin senatore, i kishin drejtoreshat më të vjetra. Në koncesion, për shembull, kishte që nuk ishte me pagu qira, mos me pagu drita, mos me pagu ujin, i pagu të spitali. Mirë, po ne kishim një koncesion tjetër, kishim dializën, që të gjitha i pagu të vetë koncesionari. Edhe, po t'ishe, unë i ftillum, unë mu shekret, kolloj me bëtë që kishin bëtë Durrësi edhe Vlona, që me vu një sahat ujt, me vu një sahat drita, shka që ne me pagu. Po një ditë, po delin pa rregull, tash si po dalin që janë pa rregull, sa dash me pagu koncesionari, me gjithë se në kontratë janë shkrume, atëherë ne kishim kollaj me matë ata. Diçka tjetër, kur erdhen në pyetën edhe panin ngarkesën, përpara se të fillon me funksionu, erdhen përfaqësuesit edhe e tha sa operacione bani. Edhe ne kishim aktivitetin e përvjetshëm, 2000 operacione, ushtu ortopedia, po gjithmonë operacione ne trajtoshim operacione të mbaja. Pra, tham një apendisit, një hernje, një stomak, një tiroid dhe me radhë. Mirë pas s'ka gjatë, ne do ju furnizojmë me vegla që të keni mundësi edhe 2 fishe në operacione. Në fakt, kush ishte 2 fishe i operacioneve? 2 fishe i operacioneve ishte edhe për ato që ne i bashim me mikrokirurgji. Pra mund të ishte edhe një ungu si kardon, me thot ngullën mish, mund të ishte edhe cirkumcizion, një sënet lek. U hapte një set, edhe u pagute një set minimal, një set i vogël, edhe unë këtu e kanë thënë fjallën teme, s'ka logjik ekonomike, në qose vjen dikush pa letra, pa sistem referimit me bë një cirkumcizion, pagun 750.000 lek. Një kohë që seti që hapti me përdor pa pagu kërkën tjetër, është 135 euro. Pra, nuk e di, a jam I qartë, por në thelb, pra mund të ketë devijime, mund të ketë edhe abuzime, është detyra organeve për me hetu. Në thelb, sterilizim, koncesioni për sterilizimin ka qenë më se I duhun. A dyja kishit besuar jetën tuaj sistemit shëndetësor shqiptar dhe të familjarëve tuaj? Shpresoj që t'jeni sa më I sinqert. Është pyetje që me nxengosht të shërbimet që kena kryer, ne I kena kryer në spitalet e Shkodrës për çka kanë pas nevojë. Por deri aty ku kryhen ndërhymje, aq sa shkalla e shërbimit që ta ofron spitalet e Shqipnisë, qoftë edhe shtetërore, qoftë edhe private. Në qoftë se kërkohet një procedurë, pa marrë për shembull, ndoshta s'po e banalizoj, një procedurë, një kirurgji robotike që se bën, edhe duhet se ja vlen për shëndetin, atëherë s'kam se si me besu, është një diçka që nuk funksionon. Po të heq shërbime, stomak, tiroide, kirurgjia e Shkodrës është një kirurgji, jo pse unë kirurg, është një kirurgji që realizon shumë ndërhymje dhe ka mjek mirë të aftë dhe të përgatitur. Po flas edhe për kirurgjinë onkologjike, përjashton një rezeksion hepatik, pothuajse gjitha shërbimet tjera të kirurgjisë së barkut, të kirurgjisë gjinit kryhen këtu. Atëherë pse duhet të shkosh diku të një klinik tjetër ose të dalësh jashtë për një shërbim që nuk të rreni mangët. Pra në këtë rast do të edhe kena raste kush ka pas nga familjarët tonë për ndërhymje, I kanë kryer në Shkodër ose I kanë kryer brenda sistemit tonë Tiranë, brenda sistemit shëndetësor Shqipnisë. Ka një perceptim të lartë doktor për korrupsionin. Në rastet për shembull kur ka arrestime mjekësh, siç ka pasur disa herë, po të lexojmë rrjetet sociale, ka një shpërthim komente, shmalje qytetarë tregojnë edhe histori direkte personale të tyre. Çfarë mendoni ju? Problemi I vjetër sa shoqënia, çështja e korrupsionit, unë mundova me cek diçka kur filloi, në atë kohë kur ishim mësuar, më përpara nuk është diskutuar në kohë para 90-t. Që të diskutohet. Jo, para 90-t, jo, po pas 90-s. Por jo, një minutë, sepse edhe në atë kohë dikush është mundu me të shërby ose me të shpërbly me një diçka frut, një
tesh një diçka që mund të ketë Me një krap. për se krapi që u boj famshëm edhe në estradë. Mandej në mes 90-të u pas edhe ta mungesa dhe mori për masa të mëdha. Megjithatë, ideja është kjo. Të lexu gjithë ato që më thuti ato shamjet ose mallkimet ose nuk japin nuk më pëlqejnë në mënyra se çfarë përcjellin tek ato njerëz ose ato mjek që dojnë me dalë ose mjek të ri që dojnë me fillu edhe unë do ta mylli këtu. Shifni kur dahen se thonë kriminalët me bluzat bardha. Vjen puna, marrojnë gjimnazin edhe kërkojnë shkollën. Qose shef, studentët më ekselent zgjedhin mjekësinë. Pra të gjithë këta prind ose të gjitha familjarë që dojnë edhe dikush edhe mallkon mjekët edhe mjekësinë, tanë dojnë mi bën fëmijët mjek. Mos se këta po investohen me fëmijë me dheta për mi çu për mi bë kriminal me bluzat bardha. Ka diçka që nuk shkon. Ata bushllëqe të shtetit, ata bushllëqe të sistemit, ato bushllëqe që ka keq menaxhimi i atribuohen edhe mjekut. Ndoshta ky është. Mendimi mund ta kem gabim, po. Pra nuk është në nivele kaq larta korrupsioni, mjekësi. Unë mendoj se s'është. Jam i bindur për këtë që them që nuk është ashtu si është perceptimi. E tham me ndërgjegje të pastra. Gjithkush ka drejt me gjyku. Cilët janë disa prej mjekëve të cilët nuk jetojnë më, që mund t'i kujtoni sot, shkurtimisht, normalisht? Unë kujtoj plot sepse për mu janë të poharrushëm, por në momentet të caktume, edhe kur me kanë nimu, se kur me kanë për krah dhe kur me kanë dhënë zemër aty ku kam pas nevojë. Shembull, unë do ta filloshe te kirurgjia, po e la për në fund sepse është debolesa, por e të parin sa në rashtin. Po në një pyetje se aja beson jetën sistemit. Doktor Sanër ishte i veçantë, ishte i kulturum, ishte mjek i mirë, ishte i muzikës, ishte i pijes, ishte i pijes në kuptimin e mirë, pra i tavolinës, edhe bën kolecistit, bën gurën tamës. Do të operote. Në atë kohë vishin për vizita dhe Ilir Gjylbeku, vite dhe Smel Sula që ishin figurat mjekësisë. Edhe thojnë më operuat edhe të çojmë te Besim Elezi. Besim Elezi ishte shefi i kirurgjisë tonë Shqipnisë. Për mua mjek perfekt, në më të mirë që ka pas Shqipnia. Jo, i thotë ky pse po vi unë atje, kam djemtë e mi. Kush ishin djemtë e tij? Djemtë e tij ishim unë Ardjani Meri, ishim dy kirurg mua tri me 1 vjet diferencë që kishim filluar punën këtu. Kena marrë, kena operu, në nesre kam gjetë të veshën. Që po bënë, thëtë, ju e krytë punën të unë që mjekë, thëtë, është e ka i nëllë, thënë, dorë, në nesre ka dalë, ka shku në shpi. Kështë besimi që kishte të në dhe të sistemi, edhe ka kënë shumë mësë 19 kjo. Në i flasë të ginekologjia, për shembull model, ishte doktor Nart Këqira. Të tjerë të gjitha nëse nuk përmendin në një më duket sikur i kam lënë jashtë vëmendjes, po në këtë moment po flas edhe se shefa shërbimesh, Liliana Zelka, Agrona Gulli, që jeton flas në kirurgji të paharrueshëm mundena. Ferit Hoti, Alis Pahia, Mark Mirashi, Ramis Hafizi, Adriano Smalliu që këtu për Shkodrën ka bën shumë, ka punu shumë, një mjek perfekt, i kulturum, edhe mësi u transferu dhe shkoj në Tiranë dhe atje ka një mund Shkodran se ka bën për Shkodran mjaft. Keni një histori me një prej këtyre të veçantë, gjithë këtyre emrave, çfarë mund të përzgjidhni, diçka që mund ta ndani? Unë histori këtu është tanë jeta jonë ishte histori me këta, por jo, me njërin prej këtyre. Adriano Smalliu për shembull, po flas. Adriano Smalliu ishte një histori e tillë. Diçka kishte pas nga njerëz të shoqës, një person me pozitë shoqërore që kishte ra. Edhe Adrian Smalliu ne kishin nisë jo për edukim ose për internim, edhe kishin caktuar në edukagjin. Edhe Shkodra në atë kohë, nëse zgabohem Vepi Kovaçi, shef arsimi, shef shnetësijet, i kishte thonë që me që kena kirurg pak në afroni këtu. Edhe u afru, punoj në Spital Shkodrës me përkushtim.
Edhe u bë një dark, që u largun nga marun misionin, si me thanë, atëherë janë smarru dhe ja pula. Fjala tim ka me jetë në vesh, një gjone, falenderoj për gjithë. Kur kam ikë prej Tiranit, kam lanë shumë miq, tashta që po iki prej Shkodrës po la shumë miq. A keni ndonjë pacient që ka mbetur në kujtesën tuaj, që nuk e harroni kurrë? Janë disa. Për çfarë rastesh? Janë disa. Janë raste të suksesit, janë raste edhe të mos suksesit. Sepse rastet të mos suksesit janë edhe raste që formohet edhe eksperjenca, formohet edhe bagazhi, mundajna që një. Nëse mundi ndani një rast të suksesit edhe një tjetër. Një rast të mos suksesit është në 97-ën. Në 97-ën. Këtu kombinohen shumë gjana bashkë, pas në kufitet e surreales. Që dhe me thanë kufit e surreales. Një person merr një minë antitank edhe vjen sa marrë të bicikletës. Edhe shpreson. Edhe unë kam pa anatomi për zgjallit, mëlçinë e zezë të hapur nga mrapa, se mrapa kishte dëmtu tanë muskujt e tha. Edhe deri kufi, di çfarë kufi që më rritë mërzia njerëzore, me marrë një minë që me vunë në bicikletë dhe me dikun ka nga bushati, që pavarësisht se ai më rrini tek ne, unë mundu me përpunu plagët, kërkum ndihmë edhe për qendër specializuar me këta, por duke shkalla dëmtime shumë e madhe dhe nuk arriti me jetu. Ndërkohë, ka rastet të suksesit, se përgjithsisht puna jonë ka qenë e suksesme dhe rezultatet kanë qenë edhe të mira, jo vetëm nuk flas të gjitha si klinik, por në 2004 është bëna një trajnim për kirurgji onkologjike. Erdhi familjari, mendu me operu për kancer gjinit edhe çojmë me trajtu më ne për kemioterapinë, atëkohë nuk kishim onkolog në Shkodër. Edhe merrën darkë, familjari thotë në morën qafë, thotë më pse? Thotë morën qafë, thotë nonën. Pse më thonë të morën qafë nonën, se di si ka null gjanans. Ja thotë nonës nuk i ka null gjan, por Shkodra nuk i operon të lloj operacionesh, më kanë thënë të atje. Sa shumë mirë, thash ne kena operuar, jam trajnuar për këtë punë, megjithatë koha ka më gallzu, po ti si më thu morën qafë nona gjallë. Edhe kjo punë 2004-shin ajo personi ka vdek para 2-3 muajve me vdekje natyrale. Keni sakrifikuar familjen për profesionin? Shumë. Kirurgjia është për kushtim, po për këtë duhet më thënë që unë kam pas krah të ngrohta dhe kam pas mbështetjen e familjes. Fatmirësisht ishin të fortë edhe deri vonë edhe nana edhe baba sa ishte gjallë e para. Mandej në sakrificë të mëdha edhe bashkëshortja, cili përveç që e privume prej shumë gjanave, se prej gjithë për një kohë që u përkushtoshe punës atje, kishte i bartë madhe ajo që me kujdes edhe për fëmijët, me eduku edhe fëmijët, me shkollu edhe fëmijët, edhe jam mirë njohse. Nëse kam 2 fëmijë që janë bërë të 2 mjek sot, unë i dedikohem edhe janë të 2 mjek. Të 2 mjek sot. Një meritë e madhe i takon asaj. Babai dhe nëna çfarë profesioni kishin? Punëtor, familje thjesht që... Baba ishte mjeshtër në atë kohë është dhënë një titull mjeshtër, pra ishte mjeshtër me titull, ishin diçka ish problemi të vogël financiar. Pra ju e keni ndjekur vetë shkollën, nuk është se... Patjetër, nuk përveç kushteve që materiale dhe të jetësore që mi ka kriju të gjitha, baba ishte jo me asimtal ose me një shkallë arsimi as njënës tjetër që mund të një moshën ose të më zgjidhshën probleme mu. Kjo ishte vullneti jo, jemi edhe i motrave mrapa mundajnë. Ku janë 2 fëmijët tuaj sot? Ndodhen në Shqipëri? Fëmijët e mi kanë marru të Zemra Krishtit, edhe të Padër Meshkalla, shkollën e mesme, dhe kanë konkuru, kanë marru në Bolonja të 2. Njëri është bë kirurg, tjetri është gastroenterolog. Të 2 janë në procesin e doktoraturës. Një punon në Bolonja, gastroenterologu mren në spitale magjore. Tjetri ka konkuru për vend punët, edhe është thirrja para marrë është diçka në Sassuolo
punon si kirurg i I ke thënë që të vinë këtu apo? Unë nuk kam ndërhy as në zgjedhjet që kanë bë, as për rrugën që do të marrë. Nuk më bëhet qefi që janë atje. Nuk më bëhet qefi që janë atje për shpirt, tash edhe mosha bën veten edhe kishim dashur që fëmijët me që i rritën edhe i edukuam edhe u shkolluan të ishin edhe ata afër nesh, po ato janë zgjedhjet e tyre. Ato janë zgjedhjet e tyre edhe ndoshta kanë të drejtë. Po ikin mjek dhe infermierët më të mirë. Dakor, kur të mos ja plotësojmë kushtet. 800 kërkesa infermierësh. Jo, ka dy gjëra për t'u larguar. Duhet të kenë realist. E para ka drejtë që secili mu largu. Pse? Sepse shtënia ka probleme plot, nuk është fushë me lule. Çfarë probleme? Çfarë do të ndryshojë në urgjente? Ne ndryshojmë sistem, s'kemë ndryshuar kur gjëja, në mentalitet. Bëmë pa unë përdori një batut. Kur ka marrë 90 në mbledh, thoshin bëshëm ledhje, s'kena shinsa, s'kena shtupa. Me pastru. Edhe sot prap s'kena shinsa, s'kena shtupa prap. Mjaftueshëm. Në kuptim figurative. Ne kena bë skaner, ne kena pru rezonancë. Ne kena pru bëjmë koronografi. Por nëse shef hala në korridoret e spitalit, hala mjafton, nuk mjafton higjiena, nuk mjafton pastërtia, nuk mjafton ne nuk kena bërë ndryshime në mentalitet, jena me i buxhet faktik ose me i buxhet historik, që vjen e rritet, indeksohet të 5% ose 10%, por ne hala nuk e kena mekanizmin ekonomik. Ta morra një rast më përpara që diskutova. Ne hala s'dim kostot e shërbimeve. Vjen, hyn, shtrohet, operohet, merr mjekimin ose kurohet ose superohet, merr mjekimin, s'tin kërkosh i kosto. Edhe duhet më shumë autonomi, jo thjesht autonomi menaxheriale. Don edhe autonomi financiare spitali, sepse nëse spitali menaxhohet nga një financier i mirë, ti do ta shohësh që nuk kërkon Ardianin kirurg ose s'kërkon X-in kirurg ose mjek të mirë edhe me e bë drejtor. Jo, ti kërkon një specialist mirë, sepse përndryshe ty tik spitali për dorë të falimenton spitali. Ti kërkon një specialist ekonomist mirë që ta menaxhojë. Edhe bota ka edhe dek në vedi ka specializim, marrën shkollën për menaxher spitalesh. Është dek që studiohet. Menaxher spitalesh Shqipënia ka pak. Çfarë do t'i thuash pacientëve, me që jemi drejt mbylljes? Përgjithësi, një mesazh. Dhe mjekëve të ri. Unë do t'i thosha pacientëve që të mos e hupin besimin të mjekësia edhe të mjekët. Flas në Shkodër, për cilën kam lindu, jam rrit. Pas jam shkollu, kam ardhë me punu edhe kam damenin me myllë këtu jetën teme. Po kolegëve të ri? Kolegëve të ri përpiqem me dhënë atë që më kanë ndihmuar mua kolegë të vjetër. Që është? Me kriju besimin, me ndaj gatishmërinë, me dhënë nga eksperjenca jeme, edhe gjithmonë kur unë flas me kolegë të ri, mendoj sikur ose kujtoj për një herë ato që mua kolegë të vjetër më transmetonin. Kur them kolegë të vjetër, kam nevojë për me falemnderu kolegë që profesorët e mi, ata që jetojnë edhe që nuk jetojnë mua. Nuk e harroj, jam pa harrushëm për mua. Besim Lezi, Luter Kreshpa, Shahin Klosi, Vitor Qereshniku, ku kam marru specializimin që ishin si një prind për mua. Vi këtu në periudhën që kam gjetë kirurgjin, doktor Mark Mirashin, Zylliha Krajen, Ramiz Hafizin, Hamza Vneshten, Adrianus Mandleun, Alis Pahin, besoj nuk Abdullah Bilalin, kirurg maksilofacial, për një periudhë kohët krejt shkurt pak për mua, se më ndaj është transferu në Tiranë, Smail Sula. Të falenderoj, doktor, për këtë bisedë kaq ngrohtë tonën, edhe për disa mesazhe, po edhe disa histori që ndoshta i ke ndarë për herë të parë për publikun. Shumë faleminderit në këtë bisedë që zhvilluam së bashku. Edhe ju uroj pension të mbar, por edhe punë të mbar dhe sa më gjatë. Faleminderit edhe ju. Në fund të kësaj interviste, një gjë mbetet e qartë. Kujdesi, përkushtimi dhe përgjegjësia janë veprime që ndryshojnë jetë dhe këtë duhet ta ditë çdo mjek, infermier dhe kushdo që është pjesë e sistemit të shëndetësisë. Çdo vendim i drejtë, çdo akt i ndershëm dhe çdo veprim me respekt për jetën na e bën më të mirë, jo vetëm ndaj të tjerëve, por edhe ndaj vetes. Në fund të ditës, çdo gest i vogël mund të sjellë një ndryshim të madh. Pyetja që duhet i bëjmë vetes çdo darkë është: a kemi ndërgjegjën e pastër?